Alaudin Hamiti zbardh arsyen e thellë, pse produksioni i Big Brother VIP Kosovës vendosi të nderonte Shpat Kasapin përmes muzikës. Ditët e fundit, rrjeti social dhe opinioni publik shqiptar u përfshin nga një debat i ndezur rreth një momenti të veçantë dhe shpeshherë të diskutueshëm në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Polemika shpërtheu pas vendimit të produksionit për të transmetuar këngë të Shpat Kasapit brenda shtëpisë, pikërisht në ditën kur u bë publik lajmi tragjik i ndarjes së tij nga jeta. Situata u komplikua nga fakti që banorët e shtëpisë, duke qenë plotësisht të izoluar nga bota e jashtme, nuk dinin asgjë rreth vdekjes së këngëtarit. Pamjet e tyre duke festuar dhe kërcyer në ritmin e muzikës së tij, ndërkohë që publiku ndjente dhimbjen e humbjes, u cilësuan nga një pjesë e madhe e audiencës si një mungesë e thellë ndjeshmërie dhe respekti ndaj familjes dhe figurës së artistit. Përballë kësaj vale kritikash, ishte moderatori Alaudin Hamiti ai që mori përsipër të jepte një sqarim zyrtar. Gjatë spektaklit të mbrëmshëm, Hamiti fillimisht ju drejtua familjes së të ndjerit me fjalët më të ngrohta të ngushëllimit. Më pas, ai shpjegoi vendimin e produksionit, duke theksuar se qëllimi nuk ishte as pak mungesa e respektit, por përkundrazi një përpjekje për të nderuar trashëgiminë e Kasapit. Hamiti shpjegoi logjikën e tyre duke argumentuar me forcë, pavarësisht rrethanave të hidhura, muzika mbetet mënyra më e fuqishme dhe më dinjitoze për të mbajtur gjallë kujtimin e një artisti. Ky veprim, sipas tij, ishte një zgjedhje e vetëdijshme për të kremtuar jetën dhe veprën e Shpat Kasapit, duke theksuar se trashëgimia e tij artistike do të vazhdojë të jetojë përmes këngëve të tij. Sqarimi i Hamitit vjen si një përpjekje për të shuar zërat kritik dhe për të vendosur fokusin te trashëgimia e pasur muzikore që ai la pas.